qytetarët i kojnë ndërgjegja. Sinceriteti tani është zero. Edhe të rinjt nuk e kanë këtë sinceritet. Ne mosha jonë akoma vazhdon, po të rinjt nuk e përfillin. Nuk besojnë, themon. Po e trashëgojnë këto tiparë të shqiptarë? Nuk e marrin, se prindrit veti ndoshta e kanë trashëguar, por shqiptarë, këto të rinjt nuk e duan. Duan gjëra tjera. Faleminderit. Një pikë ku prindrit duhet punojnë akoma më shumë, të jenë më të përgjegjshëm përballë fëmijëve të tyre. Nuk pyesin, nuk e dëgjojnë prindërin, vetë merren me shoqërinë tani. Është teknologjia, ka hyrë shumë gjëra që e ndikojnë të rinjt. Po njerëzit po bëhen më të këqinë se sa të kthehen mbrapsht të bëhen më të mirë. Ishin sistemet, ishin ligjet, u shkatruan të gjithë. Do më thonë, u kryuar një gjëndje, më tepër dëgjojmë vrasje se sa gjëra të mira. Kështu që ne nuk po e shikojmë. Unë e besoj për veten time, pavarësisht. Vetëm me gjyshen agjeronim natën e kadrit një natë, por që nuk më duket se po influencon. Ata që besojnë kanë besuar gjithmonë dhe janë të drejtë. Ata që nuk besojnë, nuk besojnë. Ata që besojnë janë të drejtë. Që thoshin për para të vret Zoti, Zoti s'të vret, po që të kishe frikë, do me thënë mos gëmashtroje, mos gënjeje, ishe ndërgjeshme. Pësa ajo ndërgjegja futet që në familja. Në shkollë sot shkatërohen, nuk mësohet gjë. Qa të them? Janë bazat e forta të familjes, ato... Familja është kryesorja, nga familja vjen gjithçka, tashti kanë humbur bazat e familjes. Vjen shumë keq ky vend është shkatëruar, nuk i ka mbetur gjë më. Që të them?